أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mexhlise në sharimin e haditheve të përzgjedhura nga një prej kolosëve të Islamit, imamëve të mëdhej, Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur këto ajete kuranore dhe këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për t'ia ndriçuar besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që flet për vlerën e pushtetarit të drejtë, hadithin 661 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i tretë në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Auf ibn Malik radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم. Auf ibn Malik radiallahu anhu thot, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: me të vërtet pushtetarët më të mirë tuajit janë ata që ju i doni dhe ata ju duan juve. Ju luteni për ta dhe ata luten për ju. E pushtetarët më të këqij që i keni janë ata që ju i urreni dhe ata ju urrejnë juve. Ju i mallkoni dhe ata ju mallkojnë juve. E thanë sahabët: ja Rasulullah, atë prishim beslidhjen me ta? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: jo, përderisa e falin namazin, jo përderisa e falin namazin. Këtë hadith që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij është një tregues shumë i qartë për karakteristikat e pushtetarit të drejtë. Dhe në lidhje me këtë hadith kemi dhënë disa sqarime dhe jemi tek këshilla dhe porosia që del nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që flet për rëndësinë e unitetit dhe lidhjeve të mira mes pushtetit dhe popullit. Dhe ishim duke përmendur argumentet fetare që tregojnë për rëndësinë e unitetit brenda besimtarëve, dhe se mosmarrveshjet mes tyre asnjëherë nuk duhet të bëhen shkak që të shkaktohen përçarje mes tyre, e urrëtie të njërin ndaj tjetrit, por duhet të jemi ashtu siç na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe të cilin hadith e transmeton Imam Muslimi, Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahih të tyre, ku thot: el muslimu akhul muslim. Muslimani është vllai i muslimanit. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Nuk i bën padrejtësi atij, as nuk e dorëzon atë. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dhe kushdo që është në shërbim të vllaut të vet, Allahu është në shërbimin e tij. Wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurbati yawm al-qiyamah. Dhe kushdo që ja zgjidh një breng vllaut të musliman, Allahu ja zgjidh atij brengat e ahiretit. Wa man satara musliman
se të rahullahu jaume l'kijame, dhe ai që ja mblon një tmet vllaut të tij, atë e mbulon Allahu në ditën e Kiametit. Edhe ky hadith, sikur se ai që kishim pak më herët, në dersin e kaluam që e përmendëm, është për argumenteve fetare që i nxjerr në shesh obligimin e muslimanit ka shi vllaut të tij musliman. E ne, kur japim këto sharime, edhe kur i sjellim këto argumente, shumica e njerëzve pyesin ku t'i gjejmë këta musliman. Edhe unë e përmendit kundërtën e kësaj shpesh herë. Nuk duhet unë edhe ti me thonë ku t'i gjejmë këta musliman. Po unë edhe ti duhet me thonë ku t'bohemi na që si musliman. Mos e lipi tjetrit atë që nuk e jep vetë. Allah, më rëvesht njëre për gjithmonë. Bëho njeri që i kupton ka e mara gjërat. Porosit e Kuranit dhe porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë për me na eduku se cilin për neve një nga një. Nuk është e sakt fetarisht, as e sinqert, që krejt që ka lezojmë për të mirave dhe porosive të islamit, t'i kërkojmë për tjerve. E vetën të amnestojmë, e vetën të përjashtojmë. Nëse duhet me dhonë, ai duhet me më dhonë mu, jo unë ati. Se duhet me më thirë, ai duhet me më thirë, jo unë e me thirë atë. Nëse duhet me u kujdes, ai duhet me u kujdes për mu, jo unë e për atë. Kësë është logjik e shëndosh fetare. Çdo sen që e mësojmë për islamit, me prit tjerët neve me na e bo, ana vetë, asgjë për atyre mësime mësë me bo. Nuk është kjo e saktë. Fundit, ai që bën mirë, ai që jep, ai që kontribon, ai që kujdeset, ai që brengoset, ai fiton gjithsesi. Humbsi më i madh do të jesh ti, edhe në dunjë në ahiret. Gjithëve neve na ndodh, kur e mendon me bon e punë, e mendon sa ki me harxhu. Edhe për shkak të kësaj matematike ti nuk e bën atë punë të mirë. Kush humb për asoj humb ti? Se ato pare që ti i pate me dhonë për një punë të hajrit, do të mbeteshin të këti një ditë më të vështirë në jetën tonë. Nuk i dhaj, ti humbe. Edhe në dunjë e humbe autoritetin, e humbe, do thot namin, e humbe lavdin, si njeri bujar, fisnik, ti nuk e bën për këtë qëllime. Ama zakonisht kur dikush është bujar, fisnik, krejtë bota e lavdrojnë, krejtë bota e ndërojnë. Ajo që është më e madhe se kjo, e humbe se vapin në ahiret. Andaj të mësohemi njëre për gjithmonë, porosit e Kur'anit, porosit e sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të mundohemi të gjithë na të zbatojmë në jetën tonë. Ne të bëhemi si pas tyre këshillave. E kur të bësh i këtij Allah, ta dish se Allah është i drejtë. Ka me qu në jetën tonë njerëz që e din punën tonë, e din mundin tanë, e din angazhimin tanë, e din sakrificën tonë, dhe kanë mu mundu me ta revanshu atë mi që t'je bon. Edhe kjo ndodhë, mundët dikosh mësë me ta ditë venin tanë, po nihet emni ati largë, të respekton a i largë, ma shumë sa që të respekton afër. Pse se Allah është i drejtë. Si a huk mundin as kujt. Edhe andaj, edhe në këtë hadith të porosi, kam dëshirë që se cili për neve që në gjënë, vetës t'i drejtohet. Ta shef vetën e vetë ku është. El muslimu e khul muslim. Muslimani është vllai musliman. Edhe raportet tona ndërtohen mbi parimin e vëllëzërisë. E shifni o vëllazë. Nuk është letë me i thonë dikujt vëlla. Vllavin e nanës e babës ta sill Zoti. Se ai nuk varet prej teje. Ama vllavin e fesë, vllavin e jetës ti e zgjidh vetë. Edhe andaj këtë të qenje, pite ma i voglit e të ma i madhi, menon e mirë ku t'i thu vlla.
E kur ti thush dikujt vëlla, rrimas asaj fjale. Se fatkesisht vllaznë jemi në bollok, në qefe, në naci. Ama Zoti mos e bof, më na sprovu Allah më një sprov, sjet asnjë vëlla, më thojza, aty afa. Hupën këtë. Tretën. A për me hangër me pi vëlla, a për me shitit vëlla, o vëlla, luft, në vështirësi, në ngushtis, atëre je vëlla, për ndryshe, që bollokët ka plot, qefeve ka plot, gazmendeve ka plot, qëtitjeve ka plot, për të hangra dhe për të pi ka plot. Ama, kur të kish vështirësi, kur të kish siklet, kur të kish probleme, vllaznëlloku i vërtet atëherë del përballë. Andaj ku themi el muslimu akhu el muslim, muslimoni është vllai i muslimanit, jo vetëm me hangër me pi, jo vetëm me shëtit, jo vetëm me boj qef, po në të gjitha situatat që t'i sjell Zoti. Inshallah kur nuk ju sjell këshia. Ama jeta është e atill që çdo herë ka situata të ndryshme ku herë Allahu dhu xhelal të jep mira, e herë të çon këshia, e ti vllaznëllokun tan me shokun tan, me vllahun tan, mos me hup asnjëherë. Normalisht e para është me shiku ka e bën vëllah. Mos mungut se cilit mi thon vëllah. Edhe se cilit me vëllah. Ama ku ti thuaj që kujt vëllah, atëherë rigati. Edhe mundohu që ti me konë ma i miri ndaj vllahu ti se sa vllahu tan se sa ai ndaj teje. Me bogara, me zveti, kush ma shumë ka mu kujdes për vllahun e vet. Unë kur i foli këtë punë di se na shqiptarët pak rëndë është që si karakterin me pas, se na jemi ma egoistë dhe ma të egër. Ama kështu janë konë muslimanët e parë, edhe kështu duhet me konë edhe na sot që me qenë kujdeshëm për një tjetrin ma tepër se sa ai ndaj nesh. E kush i vet ky vllaznëllok, vazhdon e kallzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yadhlimu, nuk i bën padrejti asnjëherë. Me qenë i drejt, edhe najna të fol për pushtetarin e drejt. Me qenë i drejt është karakter i cili duhet të ushqehet vazhdimisht me dy komponente. E para me frikën ndaj Zotit, e dyta me dëshirën që vllau tan jo me abo, me kry obligimin, po me adhon më të mirën që meriton ai. E kush i ka parasysh këta dy elemente, frikën për Zotit, edhe dëshirën me përfitu vllau jot prej teje, ma shumë sa me fitu ti për ti, atër keme koni drejt. Ama nëse e këshirë njerin ma tepër në prizmën e interesit tanë, përfitimit tanë, dobis tonë, ai a fiton diçka për te, a fiton bile mundosh, nëse helbet në vjereni që ai me fitu diçka për te, ti mi apo lak edhe dhe qatë fitimin e vogël mos me marë për te, atë s'ka drejtësi në vllaznëllok. Andaj karakteristika e parë që dëshmohet vllaznëlloku është drejtësia. Edhe zotën pse prishet vllaznëlloku për shkak të padrejtësisë. Edhe ai vllaznëlloku i babës e nonës, edhe ai vllaznëlloku që ke zgjedh ti, momentin që ka padrejtësi, ai prishet. Edhe na e kemi thonë vazhdimisht se drejtësia është ajo që i man shoqëritë. Ndesh është shoqëria e familjes, ndesh është shoqëria e shoqënisë, ndesh është shoqëria e gjithë popullit. Ku ka drejtësi, ka jetë gjatësi. Ku ka padrejtësi, s'ka jetë gjatësi. Shkurt, nuk zgjatë shumë. Edhe andaj këshilla jonë është për neve si xhallar, për juve si xhamat, për popullin përgjithësi, e sidomos për pushtetarët, funksionarët. Nëse dojnë me pas pushtet gjatë, duhet me luftu me çdo kusht me qenë të drejtë. Vetëm drejtësia u siguron aty me mandate të reja. Në momentin që ata që janë pushtet janë pa drejtë, padrejtësia e tyre ka mirëzu për pushtetit. Edhe nëse ata që nuk janë pushtet, synojnë me arë pushtet më botë padrejtë si ata që janë pushtet,
Allahu sa mundson, po edhe nëse vinë me hile mashrime, s'ka më zgatë. Edhe arsyeja pse ndrohen pushtetet tash 30 vjet të na, edhe në bonë përgjithësi, është zullumi, padrejësia që e bëjnë ata që kanë pushtetin. Se përndryshe me pas pushtet të drejtë dhe të mirë, ku po si lëviz. Edhe andaj dallimi mes sistemit islam politik dhe sistemeve jo islame politike është më të kjo. Se përfaqësuesit politik muslimanëve, pushtetarët, e para e kanë kushtetutën, referencat politike kanë qarta, Kur'anin dhe Suneti feja e Zotit. E dyta, ata nuk e marrin pushtetin për me përfitu nga pushteti, po e marrin për me shërby. Edhe kur e ka referencën e qartë, edhe njetin e pastër, atëherë atë ka me gëzu, jo kur fiton ai vetë, por kur fiton populli vetë, ma shumë se fiton ai vetë. Për të mirat të kësaj bote. Edhe normalisht një popull që ka me përfitu nga i pushtetar, kur s'ka me mendu me ndru atë. Ka me thonë, o Zot, zgjatja jetën, o Zot, zgjatja pushtetin. Ama nëse ndodhë si ndodhë sot, kur pushtetari nuk e matë pushtetin e vetë me të mira që e popullit, po me të mira që e vetë vetës, ai i gëzon ato të mira e populli i vunë, ato që ka thotë, o Zot, sa ma shpejt largoje këtë për neve, se s'ka hajë këti. Andaj, karakteristika e pare muslimane që është vlla i vllaut musliman, nuk i bën zullum. E dyta, wala yuslimu, nuk e dorëzon. Nuk e tradhton tek armiku, nuk e dorëzon te armiku. Edhe në kalumen edhe sot. Edhe në kalumen edhe sot ndodh që ti e keni vlla, e keni shok, edhe vjen puna që armiku për me do armiqsinë, rezistencën popullore i ndon njerëzit. Edhe ti e keni shok ngusht edhe ai thotë që me këtë kam punë, s'kam punë me juve qerve. Edhe ti e dorëzon atë. Tu mas i pas ka punë veç me te me neve, jo, në rahat, ai në tavuje që ka po. E dorëzon. Ata e marrin atë, a e vrasin, a e burgosin, a e maltretojnë, e kryjnë punën me te. Ata vazhdojnë me bo zullum. E kush është i radhës, je ti. Ti që dorëzove vllavin tanë. Ti që tratove vllavin tanë. Edhe me ti ka me ndodhë njëtë. Edhe ti kur të vish në rend, a i shoki jotë, ati kanë me thonë, na me juve se kena vesh me këtë e kena. Kjo që më se përzin një punën se ju të ledhivu më kesh. Ata tradhtojnë ty. Ti e tradhtove vllavin tanë, ata tradhtojnë ty. Ata tradhtojnë ty, ata kam i tradhtuaj tjetëri. E tash, dikush të po është, zdurohet qytekër. Zdurohet maltretimi. Po ai tjetër që ka me bo. Atë kanë me dhonë, domethënë, qef ati, edhe atë kanë me maltretu. E tash, a veç maltretimi jotë kanë i ronta. I ati as kanë i ronta. E kur fillojsh ti me thonë, valla, qefi jem ma më rëndësi se qefi jotë, dhimbja jeme me madhe se dhimbja jote, atër veç më tradhtia është për hapë. Edhe momentet caktume, armiku këtë ka me shkatru. Shifnë vllazni, këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë për tjetu me to, Allahu mos na sprovoft. Ama për me kuptu unë vetën teme, ti vetën tonë në sprov dalin këto muhabete, se në bollok se në shef. Ama kjo është me na bo tërbije neve, islami. Që mos me bo zullum kërkujt, edhe mos me dorëzu asken tek armiku, se s'kimi të drejt me tradhtu vllau në vetë. Për ndryshe nëse na se cili për neve tradhton vllau në vetë, s'jetë burë në kom. Se edhe burat më të mëdhej kanë nevoj për ndihmës. Ata ndihmësit nuk janë shumë, po 1, 2, 3, 5, 10 e ndihmojnë atë me vazhdu se japin shpresë se kjo kauzë e ti e drejtë edhe saktë, ka mundësi më uzgjeru dhe ka mundësi më rritë qëllimin e vetë. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e rriti dozën e aktivitetit
në shërbimin e vllaznillokut, tha kush është në shërbimin e vllaut ti, Allahu ka me qenë në shërbimin e tij. Thirr dikush në telefon, o vlla, mundesh me shku filan veni me ma kry një punë. Ti e të pi qaj të bo ma bet qef, ngrof me jena. O vlla, pa, mu më gjeta. Po qeve sa ina pi punë, one. Si të filloj e dikush me forë, ta di shfshije, më njerë për lasë në kotat, hiq, ikë si përka. So është taj vlla. A mu më gjeta, për sa ina në shpit. O dele shkon me, so të thuj jo, s'muj. Si të filloj shtu lake me po. Normalisht, dikush ka mundësi, dika e keq përdorë vazhdimisht për kësi punë, edhe i ka artë dhe unë edhe të javës shkoj. Ama po flasim për rastet për me të rëndësishme, emergjente, edhe ti së mundesh me kry. A mundesh me kry që të punë? Si të filloj me thonë, valla, që sa e dhe valla jam i lodhë, fshinjat, s'ka hajrë për ti. E sërë në ndodhë neve, për nëjë punë të vogël, ja punë, valla, tamam, u kry. U kry. Sos më abeti mes nesh. Vllaznillok u mori fund këtëne. Na jemi gjemat, jemi shok, takomi në ama, s'ka më vllaznillok. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush është në shërbim të vllaut ti. Na kanë herë e testojmë gjematin tonë që të qenë në xhami. Për ne punë të hajrit, i themi, duhet me ndihmu nëse bëhet shurt. Bëhet se e ka harua. E fshin, më njëherë, hec. Dunjoja së është varë as për mua, as për teje. Ka bura sa të dush. Se bon e tje, bon dikush tjetër. Tja me ndon që varët dunjoja për teja. Ama në e morë në vesh qëfar materiali i jeti. A je qimir, a je gur, a je krom, a je alumin, a je bakër, a je altan. Se cili ka zonë vetë vetën e vetë. Ai që veç lip me marë, çka i themi në asaj? Shati i themi. S'ka hajrë, veç për vete. Ama kush jeni më në kejtëve, i shirë në kejtë, i thu valla, mashallah. E lafëton çdo kush. Pse? Sepse që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush është në shërbimin e vllaut ti, Allahu është në shërbimin e tij. Valla mos e filoni po i sosin punë let, po i sosin. Nuk i sos ai vet. Ja sos Rabbul Alamin, pse se ai u ka sos shumë njerëzve punë. Ai u ka nimu shumë njerëzve. Ai va ka lejtuar shumë njerëzve. Ai ku kanë pas gale njerëzit, edhe ai s'ka mujt me flet, sikur se ai. Allahu Akbar. Wallahi po. Mos me të zonë gjumi ty për shkak se vllavi jot sot ka problem. Është mirë me testu na vetën tonë, me këshira, jemi na qështu të njëra, apo? A i ka gale t'i flencë, bilim ku duhet sabab me shku me bo në shërbim teknik, ka zonë gjumë, i se në qova, vëllë. Pse se në qova? Po ti se ki gale në ati. Se gjithë natës ka mujtë me fletë, pi gajles. Me pas konti vlla i vërtet i ti, edhe ti s'kishe fletë gjithë natën, pi gajles. Ama ti flenë si kënqë, edhe bilën vonohesh kur ai nesër sabat duhet me sos punën. O vllazni, nuk është letë me thonë dikujt vlla, majnë e men këtë punë. Edhe mos ja thujni secilit. Edhe një pse? Se mashtrues keni me dalë. Se mashtrues kena me dalë. Menoj e mirë, ku t'ja thu lafin vlla. Ama ku t'ja thu ishma se ne, rimasas t'i lafit. Me keq ka kjo vllazni, pse? Se këtë dunja është kalimtare, shumë shpejt kina me elan. Edhe ku shkem të Rabbul Alemini, për këtë mundësit e mira që i na pas me i bëhe, s'kina bo kina më pishman. Këtë ato galet palidhje, shpia, duqani, malli, keri, qefi, saltanati, këtë ato kina më kom pishman, pse këto u dhanë për parësi, para do punëve tjera matë mdoja dhe matë mira, që sot neve na këshin ngrit manalte Rabbul Alemini. E katërta, وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kush ja largon një breng vllaut ti musliman, Allahu ja largon brengat e ahiretit.
Se dunja ka zgjidhje. Se një mon, ti del dikush e një mon. Pasha Allah unë e madhë na shumë punë të hajri që i bëjmë. I kemi folë njerëzve, filoni, kur kush nuk përgjigjet. Edhe normalisht i sekretarë që i njeri, po del një i huj, ta sos punën. Filoni që i kingat, as celami s'ta këthim, bilëm. Jo me ta sos punën. Ama një i huj, i panjohur, ti se njef. A i ta sos punën. E ta shka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ja largon një breng vllaut ti musliman, Allahu ja largon brengat atij në ahiret. Pse brengat e dunjas janë të vogla, o vllazni, s'ka breng të madhe në dunja. Edhe andaj nëse do një herë na ndodh puna na me ja kry një punë dikujt, mos mendojmë se jena të bëj ku me di se çka. Se dunjaja është me krejt që ka shumë e vogël ka shtja herë. E ta shka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e largon një breng vllaut i dunjë, Allahu në ahiret e largon brengat e tija. Edhe atë jo një, po të brengat e tija. Një ditë më shkuti një vllaut, si njefsha valla, tha, e kam një shok, është në Evropë dikun, tha, shumë është sikletaf, shumë ka shqetësim me presion, do të bëje vetë vrasje. Tha, mund është më i folë, tha, shqis mu i më i folë? Shqot për qatë është telefoni? Tha, shbej ma numri. Shka më kushton unë me thirë telefon me thënë vllavi jam? Ke frikë Allahun, shteti Allahut, lipi Allahut. Pa kushta dha numri? Tha, shka lidhe kushta dha numrin ti? Pse shqetësohesh? Pse mërzitesh? Pse brengosesh? A kupton, ka njerë një mundësi shumë e vogël. Dy llafe me ja thonë dikujt, për ty janë të vogla, për aparat janë shumë të mdoja. Mund misos ati punë shumë, me a shpëtu jetën. Ama na qashimi bot egrë, qashimi bot ftoft, veç këshirim, në më dhonë qefet tona, galet tona, përfitimet tona, a asë njëherë me qenë në ndihmën e tjerëve. Ama kjo punë e vogël, që t'ja largon një breng një vllau tanë, me një telefonat, me një dua, Allahu Dhul Gjelal t'i largon brengat ditën e kiametit. A ditën e kiametit janë brengat e vërteta, edhe janë shumë të rënda. Se për asaj varet funi jotë, ka me qenë xhenet, apo ka me qenë xhenem, Allahu na ruaj. Dhe pastaj e përfundoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me porosinë e fundit, men setara muslimen kush ja mblon tmetat Allahut ti musliman, Allahu ja mblon tmetat atij në ahiret. Edhe këtu këtë na e shohim vetë vetën si nefsi jonë ka merak mi kallëzu tmetat e tjetrit. Shumë duhet me bo gjatë me nefsin tonë, që kur e din një tmet vllaut tanë, mës me kallëzu kërkujt. Merak jonë është mas shumë ti me folë, po be filoni, e nitjeve shak këshim. Me gjithë se na për shemull, qka do që njim të këqia për të tjerët, duhet me haru ato, duhet me fshi. Amo jo, na qka njim të mira për tjerët i fshim, mas në ardhë vesh në lajmi keq, në mangësi, në dopsi, se në mojmë bak, pa i kallëzu dikujt, se në lamë. E të është normalisht, tja kallëzon një marët ati, Allahu ti qëtë marët e tuja në mejdan. E porosia qka është, mës u merni me marit e njëri tjetrit. Leni ato mes atyre dhe Zotit vetë. Nëse keni në lamë për dikan, mbuloje. Hupe atë lajnë. Jo me padurim të presish të vish në gjami, edhe aniteve. A e pa e me. Muhabet, ndoshtë të ka ndodhë, më një sokak për sokakeve të mahallës tone, se ka pa kërkush përveç teje, ti i kallëzove shokut tanë, a i kallëzoj shokut vetë, a i kallëzoj u bo lajmë i ditës. O vllazni, kemi nevoj na me falë fjallë të mira. Kemi nevoj na me mendu mirë për njerëzit. Kemi nevoj na me i nxjerrë çështë mirat e njerëzve dhe me imbulu mangësit e njerëzve, sepse ketë kena mangësi. Askush për neve nuk është i plot.
As kush prej neve nuk është i përkryer. Këtë kena mundësi. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? E para bën e kulturë. Merru me veten tonë, mos u merr me tjetër. E dyta, nëse ti ambulon të metat Allahu tan, Allahu ka me ti mbulu atëherë kur marrja është më e madhe. Është e turpshme për muslimanin e sodit ma shumë me pas frikë me i dal marrja në shesh para njerëzve, se sa me i dal shesh marrja para Zotit njerëzve. Fatkesisht na kemi raste kur e shohim të muslimanët e sodit, që me i thonë mos e merret vesh nalët. A haron se pa marrë parasysh njerëzit e marrin vesh ose marrin vesh, te Allahu është marrë vesh. E tash, a guxon muslimani me leju vetvetes me ra këtë drejtë. Mi ardh marrë, më utut, mi dal marrja në shesh të njerëzit, a mos më utut se ajo punë që ka ndodhur ka me qenë marrë e madhe ti para Zotit në saj nuk është shpendu. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër thotë, istahju min Allahi haqqa al-haya. Le ty vend marrë për një me pi Allahu dhul xhelal. Le ne punë njerëzve. Pasha Allahun e madh, nëse na galën më të madhe kemi me qenë mirë me Allahun, e mos me pas gale hiç se si e kena për njerëzve shumë mirë ishte ka puna dhe me njerëzit. Ama musliman që falen, ma shumë ja kanë gale si duken para njerëzve, se sa si duken para Allahu dhul xhelal. Pra njerëzit kemi i lanë, edhe kanë me të lanë. E te Allahu kina me shku. E me konë si ja mendojmë këtë ditë për një me, sigurisht se cili për neve shumë ma mirë, punë do i kishte pasë, edhe gjendja e tij shumë e mirë do ishte konë, inshallah taala. Kohën që kishim të spënim në përfundoj me shqarimin e këtij hadithit, inshallah taala vazhdojmë dhe si nashëm atë që na duke lutur Allahut në ditë dhe bishme dhe vepra të mira, të hapësin që në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. جنة الفردوس والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.